Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin, për të sjellur pranë jush një histori shumë të dhimbshme, një histori shumë të rëndë, një histori të një vllaut edhe një motrës që në fakt nuk e kanë ditur që janë vlla dhe motër. Raste të këtilla kam patur disa në kanalin tim dhe realisht është një situatë që kur ti e publikon një rast, pastaj të gjithë njerëzve të cilët kanë histori të ngjashme u jep motivin për të treguar rrëfimet e jetës së tyre dhe sot dua të tregoj rrëfimin e Redonit. Një djalë i cili jeton në Zvicër, me origjinë janë nga Kosova, por vite nuk e ka ditur që këtë gocën të cilën e ka njohur e ka motër, por dëgjoni si vazhdon historia. Përshëndetje Tiron, të përgëzoj për këtë rubrik dhe sinqerisht jam i lumtur që po ndajmë historitë tonat. Unë që po shkruaj jam Redoni dhe po jetoj në Zvicër. Unë nuk shkruaj pastër, por ti do ta rregullosh këtë letër dhe unë me patjetër që e rregullova. Nga jeta e vështirë dhe lufta në Kosovë, ne u detyruam që të iknim si të gjithë shqiptarët e asaj kohe refugjat. Dhe mbaj mend që kemi ikur në Shqipëri. Në Shqipërinë e një familje tepër mikpritëse dhe shumë mirënjohëse. Kam qenë shumë i vogël ato vite, por mësova që lufta të bënte më të fortë edhe më shumë trim. Ditët po kalonin dhe baba im mendonte se ne nëse do të kthehemi në Kosovë, çfarë do të gjenim. Asaj kohe shtëpitë e djegura, gjithçka e rënuar dhe duhej filluar nga zero. Mbaj mend kur na ka ardhur lajmi që Kosova është liruar dhe ka fituar betejën, ne jemi kthyer në Kosovë. Jemi kthyer në Kosovë me dhimbjen më të madhe dhe me trishtimin që ne po përjetonim. Ditët po kalonin dhe ne s'po merrnim dot veten. Duhej me patjetër që baba im të vazhdonte diku jashtë shtetit. Dhe babi iku në Zvicër dhe pas një viti e gjysmë na mori dhe ne atje. Jeta filloi, unë u regjistrova në shkollë, mami hyri në një punë si shitse, ndërsa baba im punonte si të gjithë shqiptarët, le të themi, siç thohet në gjuhën e këtyre baushtellën. Punonte çdo ditë dhe ishte një baba i rregullt, nuk të linte gjë që të kuptosh. Unë u rrita dhe fillova në shkollën e mesme. Pasi fillova në shkollën e mesme, me shoqëri po argëtoheshim e po dilnim. Po bënim një jetë të mirë. Le të themi me jetën që po bëja atje, por ija shumë pak në Kosovë. Në Kosovë dhe në Shqipëri unë vija vetëm gjatë sezonës së verës, sepse më pëlqente deti dhe doja të shijoj këtë lumturi. Në Shqipëri, unë vija, le të themi, me çunat e Xhaxhit, me çunat e Dajës, me familjen time, por ndonjëherë edhe me shoqëri. Fillova të rritem dhe po burërohesha. Nisa të punoj edhe unë. Punoja me makina, bënim lyerjen e makinave dhe u bëra profesionist në këtë drejtim. Dhe vendosa që biznesin tim ta hap në Zvicër privatisht. Baba im vajti më tek të 50-tat dhe unë duhej të kujdesesha për gjithçka për familjen. Ishte viti 2023, kur unë vendosa që të udhtoj për në Kosovë dhe në Shqipëri, edhe pse në atë kohë ishte koha me Covid. Por unë preferoja që gjatë verës të iki në Shqipëri të bëj pushimet verore. Në plazh në Durrës më tërheqën vëmendjen një vajzë, shumë e bukur, me flokët e verdha edhe sytë të gjelbërt. Tepër e bukur, por edhe unë isha një çunë dhe vazhdoj të jem një çunë shumë i bukur. Tepër tërheqës, por që të dyve na tërhoqi pamja dhe që të dy filluam të shkëmbejmë shikime mes njëri tjetrit. Ajo ishte ulur di çadra si për çadrit tim dhe unë po mundohesha me shokët e mi që t'i hudh gjëmba.
por ajo gocë kishte non-stop shikimin tek unë. E kthej kokën nga mbrapa, ajo po buzëqeshte me zë të lartë që të binte në sy. Dhe në një moment kur ne shokët u quam që të lahemi në det, edhe ato 3 shoqet erdhën pas nesh. Ishte një moment shumë i bukur. Po qeshnim e po argëtoheshim dhe në fakt po ndjeheshim kapo që disa femra po vraponin pas neve në plazh. U afrohem unë me shumë delikatesë, duke i thënë që nke një bjonde shumë e bukur, po edhe shoqet i paske të mrekullueshme. Ndërsa, ajo më kthehet, ua sa bukur flet, qënke verior, po edhe ti qënke shumë i bukur, komplimenta. Aty ishin komplimentat e parë duke i pyetur se jeni këtu turiste apo banoni këtu. Mu kthye, emrin e kishte Griselda. Jo, unë banoj në Fier, kam ardhur i qik në plazh, jam me 2 koleget e mia të punës. Griselda punonte në një zyrë kontabiliteti. Dhe të gjithë po kënaqeshim dhe po argëtoheshim. I thash ku jeni me hotel? Jemi pranë Hotel Dyra. Është një hotel këtu afër, quhet të paktën Prizreni. Kshu e thrasin dhe kshu e njohin, Hotel Prizreni. I thritëm për kafe dhe kujtoj që ato pranuan me shumë dashuri dhe kemi ikur në mbrëmje të pim kafe tek Hoteli Adriatiku, sepse ashtu e njihnin një ndër hotelet më të bukura të Durrësit. Pim kafe aty dhe shkëmbyem numrat. U kënaqëm atë natë, u argëtuam, qeshëm, po njihnim goca të reja me energji shumë të bukur dhe me pozitivitet shumë të mirë. Dhe prej aty ne duheshte që të ndahemi. Ne ikëm në hotel dhe shoku im më tha që Griselda ishte shumë tërheqëse dhe po të tërhiqte shumë, pse nuk i shkrua, nuk e ngacmon, duke i që ishte vajzë shumë e dashur, edhe ti je shumë çuni mirë. Nuk doja që ta bëja. Ne të nesërmit bëm valixhet gati dhe ikëm për Kosovë, pasi që unë pas 2 ditësh duhej të kthehesha në Zvicër. U nisa me avion drejt Zvicrës dhe kur arrita në Zvicër, pas një 3 ditësh i shkruaj Griseldës në WhatsApp. Si kalove? A je mirë? A u kënaqe me pushime? Më pyetën kush jem? Thash jam unë, Redoni. Griselda më njëherë filloi që të shkëmben me mua mesazhe, por në asnjë mënyrë nuk i jepte asnjë lloj shenje të ndjenjes së dashurisë. Kujtoj ka qenë natë shtunë ora 11 e darkës edhe unë i shkruaj Griseldës nëse mund të fliste në celular me zë. Me patjetër tha që po. E thërita dhe po bisedonim. E pyeta se me çfarë po i punonte babai. Më tha që babai nuk e kam. I me më tha është ndarë dhe ka qenë e lidhur me një burr të martuar. Më ka sjellur mua në jetë, edhe tashmë nuk janë bashkë. I thash wow, çfarë historie. Interesante për ta ndëgjuar. Por Griselda e kishte pengun e saj më të madh që të gjente t'jatin. Të kuptonte kush ishte babai i saj dhe ta kuptonte të vërtetën. Ne të dy u miqësuam shumë sepse kishim botë të njëjtë. Kishim gjëra interesante dhe po ndanim shumë me njëri tjetrin. Le të themi ishim identik si njëri tjetri, ishim copy-paste, siç i thon. Po flisnim pothuajse çdo ditë, po flisnim çdo natë. U afruam shumë dhe Griselda u bë shoqja ime më e mirë. Gjithmonë duke i thënë njëri tjetrit se nëse do të ishim gjatë në këtë botë, nuk duheshte të krijojmë ndjenja dashurie, por të ruajmë emocione shoqërie. Dhe kështu bëm. Shokët e mi më ngacmonin sepse më shikonin fotografinë në WhatsApp se me kë unë shkruaj, por unë në asnjë mënyrë, duke mos ju dhënë asnjë lloj qëndrim. Vazhdoja bisedën me Griseldën, miken time të zemrës. Ditët po kalonin dhe Griselda kishte biseduar me nënën e saj dhe nëna i kishte treguar që babain e Griseldës e quanin Shaban. Dhe Shabani quheshte babai im. Në momentin që Griselda e lumtur dhe më thot sot ka mësuar emrin e Timati, unë u shokova.
I them Griseldës duke mos i treguar, po pyete nga ku e kishte origjinën ky Shabani. Dhe Griselda e pyetën nënën e saj, po nga është babi me origjinë? E jema i thot që është nga Kosova dhe e kishte njohur gjatë kohës së luftës të Kosovës në Shqipëri, ku Shabani kishte qenë refugjat në Fier. Dhe Griselda ja thot këtë gjë Redonit, dhe Redoni i lidhen gjërat. Dhe pyetën Griseldën, si ta quajnë nënën? Ndërsa Griselda i thot, nënën time ma quajnë Violeta. Redoni me shumë qetësi e pyetët nënën e tij një net prej natësh. Oj nani, se kshu e thrasim. Atë kujtohet çysh e kishte emrin ajo gruaja që ne rinim refugjat tek shtëpia e saj. Ajo thotë e kishte emrin Violeta. Dhe Redoni aty lidhen situatat. Duke menduar gjatë, Redoni bisedon përsëri me Griseldën, edhe ja shpjegon krejtësisht situatën, dhe Griselda futet në dyshime sepse gjërat janë shumë koincidencë. Redoni i kërkon Griseldës një diçka që t'i paguante avionin, edhe Griselda të shkonte në Zvicër për të bërë testin e ADN-s. Redoni dhe Griselda. Kështu bën, që të dy ranë dakord dhe Griselda udhtoi për Zvicër. Askush nuk e kuptoi. Nëna e Griseldës e dinte që Griselda do t'ikën 4 ditë në Itali me shoqet e saj, për një shëtitje. Në momentin që Griselda iku, përqafuan, kaluan momente shumë të bukura bashk, edhe Redoni e pozicionoi në një ndër hotelet më të mira të Zyrihut. Dhe aty nesrit shkojnë për të bërë analizën. Pas një jave, Redoni ja dërgon në fotografi që Griselda dhe Redoni kishin përgjigje pozitive që ishin motër edhe vlla. Redoni menjëherë u ul me tjatin duke folur në mënyrën më të kulturuar, që pa marrë parasysh se çfarë ka ndodhur, ne duhet jemi zemërgjër dhe duhet të pranosh të vërtetën dhe realitetin, dhe duhet motrën tonë ta pranojmë në shtëpinë tonë. Nëna e kishte pak më të vështirë, por ja shpjegoi detajisht. Njëkohësisht të njëjtën gjë bëri Griselda me nënën e saj dhe toleroi që të takoheshte me Redonin. Sot po bëjmë 2 vite. Ne jemi të bashkuar dhe shumë të lumtur. Me patjetër që zonja Violet nuk vjen tek ne, por unë bashkë me nënën time dhe me babain tim do t'jemi në dasmën e Griseldës, ndërsa unë Griseldën e respektoj si motrën time. Dhe për ta patur më afër, unë Griseldën e fejova me shokun tim të ngushtë, dhe sot Griselda do t'jeton në Zvicër bashkë me nënën e saj, dhe së shpejti do t'kemi dasmën. Qëllimi i gjithë kësaj historie është që unë thjesht bëra një vepër të bukur. Mos i gjykoni prindërit tuaj për të kaluarën, por pranoni historitë të ngjashme si timen me shumë dashuri dhe shumë energji të mirë. Kjo ishte historia e Redonit. Redoni ka pranuar motrën e tij me shumë dashuri në shtëpi, një motër e cila vjen nga një dashuri që jati e ka patur në vitet e tij të hershme.